Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët sërish në radar këtu në Pa Filtra. Sot ka vendosur ta nis këtë episod me një gotë verë, edhe ta shijoj patjetër një podcast ndryshe, sepse e dim shumë mirë që është momenti i thashë themeve, i momenti i gossip, edhe momenti i showbizit. Dhe ku më mirë dhe sa më mirë se sa në shoqërinë e këtyre thashë themeve lart e poshtë që qarkullojnë, por jo vetëm thashë theme, por shumë të vërteta. Do të fillojmë pas pak me një gotë verë, këtu për shefin tim, duke shijuar dhe duke dëgjuar çdo gjë që Elton Tozaj për te i telefonit do të na tregoj çdo gjë me detaje. Duke qenë se nuk durova dot për ta pritur Eltonin këtu në studio, unë mendova ta marr në telefon dhe gjithë kjo bisedë do zhvillohet unë me një gotë verë në dorë dhe Eltoni për te i telefonit. Jam gati ta telefonoj dhe të dëgjoj gjithë kërshëri dhe gjithë vëmendjet çfarë ka ndodhur këto kohët e fundit në showbizin ton shqiptar. Elton, përshëndetje. Mirë se erdhe sërish në Pa Filtra këtu në radar. Përshëndetje Gjiliola, mi po pse e ka që mirë, mi pse e ka solare, mi pse e ka solare. Po shiko, Si ka mundësi? rezonon energji të mirë ti dhe prandaj edhe unë për të njëjtin vibe. Kjo ka shumë mundësi të jetë. Okej, po të besoj që kjo është arsyeja. Tani unë jam gjithë kërshëri, gjithë vëmendje, gjithë sy e vesh, me një gotë verë në dorë, duke shijuar të gjitha ato thashë themet, bombat le ta quajmë, se do bomba ke plas pa çdo herë ti, në çdo kohë. Por po themi këto lajmet tritol fare, tsunami, uragane, nga këto duam të dëgjojmë neve. Je gati ti? Ti gati ke lindur xhanëm. Që kemi diell motor, boll me këto uraganer, atë se shqyri i hoqëm. Dhe Gati jemi, po dëgjoj, po mimi, një parantezë njëherë përpara se ti fillosh edhe të bësh këto pyetjet e tua ngacmuese, intriguese. Po si mi ka mundësi që ti e pi gotën e verës vetëm? po ç'të bëj Elton, jam përpara punës, përpara përgjegjësisë, përpara detyrës, duhet ta realizoj mirë këtë dhe me këtë rast edhe një çik verë edhe një çik punë dhe bisedë. E di. Kështu Elton, unë e shikoj në Instagramin tënd, rrjetet tua sociale që ke qenë jashtëzakonisht shumë aktiv, ke qenë jashtëzakonisht shumë prezent në lajmet e tua të fundit, si gazetar edhe si lajmëruesi i parë që arrin të deputosh dhe të japë lajmbërësi. Eksakt, lajmbërësi i parë që ti merr përsipër me përgjegjësinë më të madhe për të shpallur dhe për të bërë deklaratat më të fuqishme që ndonjëherë showbizi shqiptar i ka dëgjuar lart e poshtë. Çfarë është duke ndodhur konkretisht në showbizin ton shqiptar? Le ta nisim më mirë me Fermë VIP, duke qenë se ne kemi bërë një finale, e pam një finale, rezultoi e suksesshme, e bukur. Mendoj që u zgjodh me majorancën e gjithë votave më shumë për Mozën, u zgjodh ajo që ne prisnim. Po më duket vetja si në parlament me këtë fjalën më Të dëgjoni. Po lërë të them diçka. Pa. Shoqënia VIP të mbaroj, dhe shqyqyr që mbaroj, e shqyqyr që zvajti 100 ditë, se nuk po dini se çfarë sajonin më. Shoqënia VIP ka mbaruar që ditën e parë, kur Moza hyri. Ishin të detyruar t'ja jepnin Mozës, se për shpirt, Arbana dhe Grisha ja kishin dhënë Ilir Shaqiri. Zakonisht, çmimi, dy lojtarë që kanë arritur t'ja vjedhin çmimin në dyshjes Osmani Grishaj, Luiz Elli dhe Mimoza Ahmeti. Askush tjetër nuk ka arritur që t'ja vjedhë çmimin. Gjithë të tjerët, le të themi pak a shumë, kanë qenë një lloj prototipi që është tentuar të bëheshin dhe të pëlqyer për publikun, por shumica ja. Nuk ja kanë arritur qëllimin. Kështu që Luiz Elli, Mimoza Ahmeti janë dy të vetmit që ja kanë vjedhur dhe bën shumë mirë që ja vodhën çmimin, se kishim nevojë për një element të ri si Luizi, e kishim harru, po kishim nevojë të rishijonim dhe njëherë një fenomen. E kuptoj. Tani dhe patjetër nuk mund të shmangim vëmendje nga ajo që është kryesorja, ishte protagonistja në këtë Ferma VIP, në këtë
në këtë ngjarje event të madh. Arbana Shoqënia VIP, prano Osmani. edhe ti, ha? Okej. Thuaj edhe ti shoqënia. Shoqënia VIP. Okej, në këtë shoqënia VIP. Arbana Osmani është përfolur lart e poshtë që nuk ka në plan që të jetë vetëm në këtë episod, në këtë ferma VIP, por mendoj që mund të ketë akoma dhe më shumë spektakle nga ajo. Arbana Osmani nuk merr një projekt për ta lënë në mes të rrugës. Po e mori një projekt ka për ta vazhduar deri në fund. Sa mendohet që Në dinin tim është firmosur një kontratë 5 vjeçare. Kështu që absolutisht Arbana Osmani nuk është as Luana Vjollca, nuk është as Alba Ponari, po është Arbana Osmani. Është ustallesh them unë për të tilla gjëra, po ja hyri diçka e ka për ta çuar deri në fund, absolutisht, kështu që edhe mirë ka për të bërë në fakt se i mungonte fermës VIP një prekje pak ndryshe, dhe po ta keni vënë re, këtë vit ka qenë ndryshe, pavarësisht se është egzageruar shumë se s'lan VIP pa futmren, e s'lan emër të madh pa e futmren, e s'lan emër të madh pa e përdor, siç kanë përdorur rëndom emrin e Flor Mumajesit, i cili shpresoj ta ketë dieni që ja kanë përmendur emrin, se sipas kontakteve të mia nuk ja ka iden. S'lan gjë pa bërë, po gjithsesi shpresoj që të kenë lënë ndonjë VIP për vitin tjetër për shoqënia 2. Ai droni që Flor Mumajezi ja dërgoi Soni Malaj, në çfarë konteksti, në çfarë nocioni, në çfarë kuptimi e kishte? Po. Gjinjola, po të lutem, po nuk ishte një dron, mi ishin 300, dhe s'ka ka çuar Flori, ja ka çuar produksionit, lutem shumë tash. Edhe, sepse fjalët e dërguara lart e poshtë ka qarkulluar që Flor Mumajezi pas ka bërë dedikim për Soni Malaj. Po çfarë dedikimi, Flor Mumajezi nuk vajti në dasmën e Klajdi Harunit. Dhe do i bëka pas ka gjetur kohën për të bërë dedikime Soni Malaj? Pra. Okej, ja, të kemi ty Elton që na sqaron, po. Nëse do më vonë mund të t'jap emrin e djalit që ka pasur dronet dhe edhe mund ta pyesësh. Kjo na qen ka e vërteta. E kuptoj. Po në rastin tjetër që sigurisht e pashmangshme dhe e pa kontestueshme në showbizin shqiptar është patjetër edhe çifti Brikena dhe Mateo. Çfarë është duke ndodhur me ata? Ka një lojë prapasken? A është duke thurur një strategji? A është duke bërë një skenar shumë të bukur? A është duke ndodhur diçka që ata punojnë prapaskena se sa bukur din të aktrojnë përpara gjithë audiencës për ta mbajtur për vete? Të gjitha shamirësit që i kanë dhe i kanë fituar në Big Brother, është me të vërtet një ndarje e mirëfillt kjo, e konsoliduar, që është thënë unë stop, Mateo dhe Brikena nuk kanë më punë me njëri tjetrin, apo është një rend, një strategji, një kurth, një lojë shumë e bukur që këta din ta bëjnë shumë mirë për ta mbajtur gjithë publikun për vete. Të dua shumë me ndarjen e konsoliduar i ke domethënë ke kaluar në një stad tjetër. Që të them diçka. Bota e showbizit sot funksionon nëpërmjet marketingut, që ti jesh në treg, sepse supozohet që ti ke vajt në Big Brother, dhe kur ti je në Big Brother, do e kesh famën derisa filloj Big Brotheri tjetër. Si të qëndrojmë ne më shumë në treg, është një pikë pyetje shumë e madhe. Në këtë rast thirret në ndihmë marketingu. Kush ishte momenti që juve kishit më shumë shikime dhe më shumë klikime gjatë kohës që ishin në YouTube, me një ajtit mirë ti shikon që ti ke pasur klikime dhe topi jot ka qenë kur ti bëje lojën cic-mic, jemi simi. Kështu që, me që ata do fillonin emisionin, Top Arenën, do ta shfrytëzonin në maksimum edhe aty këtë pjesë. Patjetër, për mua është një lëvizje sa e zgjuar aq edhe e gabuar, sepse kjo të krijon zhgënjime të mëdha të fansat, sepse ka shumë nga ata që e kanë kuptuar që është thjesht marketing, ka shumë nga ata që e besojnë me të vërtetë që janë ndarë, siç për shembull ti vetë sa po ma thënë që e beson që është një ndarje e konsoliduar në thojza. Po, në thojza sigurisht patjetër. Metaforike kjo, por kush shihet, cili është personazhi që shihet pas këtij çifti që ka arritur ta bëjë këtë. Po pse më detyron që unë të them që Eduard Manushi është ai që po merret me këtë punë? Ti kaq ta bësh domi dhe unë ta them që është Ed Manushi. Shiko, ti më surprizon gjithmonë me këtë transparencën tënde, edhe kësaj here nuk, ta marrim që nuk e gabuar? Apo edhe ke gabuar? Si ta marrun këtë? Jo, unë të ftoj atë që kemi bërë retrospektivën. Pas disa kohësh bëjmë një tjetër retrospektiv, të them edhe një sekret tjetër, t'ja prish surprizën. Bashkimi do t'jetë brenda në program. Do me thënë këta pas që kanë ndarë me njëri tjetrin,
Aty për aty, Po. me Demek po, dhe në finalen e madhe, po. Dhe bashkimi do të ribëhet në program. Po mirë, ja, pas kemi dhe lajmë. Ama, vicet kam filluar gjasme. Kemi rastin kur Brikena ka pas të ftuar Bleron dhe ftoi të këndon të këngën Ktheu ti. Dhe kamera fokuson të Mateon. Do me thënë, është që lojë marketingu që ne njerëz të media si i kuptojmë në ajër. Publiku i thjesht do t'i kuptoj pak fare më vonë, po për momentin është ky dyzimi ndarë se ndarë, dhe ata kanë gjetur mënyrën për ta shfrytzuar në maksimum këtë gjë. Dhe ne jemi këtu për t'i sqaruar edhe për të qenë drejt për drejt, edhe për t'i lënë të kuptojnë që është kjo situata, versioni i kësaj situatës dhe ajo që juve keni dëgjuar. Edhe për ta prishur pak fare marketingun. Nejse. Tani, patjetër nuk mund të shmangem nga fenomeni Moza. Moza Ahmeti ka dizolluar, ka triumfuar, ka shkëlqyer, ka arritur t'i mahnis pothuajse të gjitha audiencën, dashamirësit, fansat, produksionin vetë në fjalë. Si e komenton ti çmimin e saj, trofeun e saj dhe sa e shikon ti Mozën që mbas këtij triumfi, rrugtimi i saj do të jetë akoma dhe më shumë i suksesshëm, akoma dhe më shumë prezent në mediat shqiptare? E sigurt njëherë është që nuk do bëj këngë si Brikena. E sigurt. Ose si Zajmina, ose si Çedieta. Pak, por e sigurt. Dëgjoj, Moza ne na ka manitur që në 90-ën. Që kur Moza ka dalë, ne Moza na ka manitur, na ka lënë me gojë hapur. Dhe ne rinim si budallej dhe thonim si budallej, kush është kjo? Ka që të shmendur. Se ne nuk e kuptonim Mozën asë kohë. Ne Moza na dukej e shkar. Ndërkohë Moza ishte 50 vite para nesh. Në koncepte, në të jetuar, në mendje hapur, në mendje hapurën që ajo është, në stilin e saj tjetës, në stilin e saj të veshjes, në marrëdhënie me fëmijët e saj. Moza për ne ka qenë krejt një gjë jashtëtoksore. Sot që ne kemi filluar ta kuptojmë Mozën, Moza ka vazhduar, ka ecur dhe është prapë 50 vite para. Por ama ne sot, kur Mozën e pam 360 gradë, më në fund kuptuam kush është Moza, se ne nuk e dinim kush ishte Moza. Ne Mozën me që e quanim një të çmendur, po kur ne e pam Mozën, që çdo kush e gjeti veten te Moza, çdo kush shmitizoi influencerat apo personazhet VIP që na hapen me ndërteje prapanice, duke ngrënë lart e poshtë, duke u veshur me klering, ka qenë vetmja që këto individe dhe individ, që janë më keq se individet, i shmitizoj një personazh publik, një personazh VIP, edhe Moza Ahmeti realisht është VIP. Është edhe kështu siç është Moza. E thjesht pa rroba, pa një shtëpi mirë, me një të dashur që bashkëton me të, i cili është në kushte jo të mira shëndetësore, një njeri që ka nevojë për dashuri, një njeri që ka nevojë për pak më shumë mirëqenie, një njeri që nuk ishte trup që ta kërkonte diçka kur i pëlqente, ndryshe nga të gjithë këto të tjerat që s'ka lënë gjë pa shitur nga trupi i vet, sedër pa shitur, karakteret të pashitur, se janë bërë këto influencerët tona, janë bërë si macet, me 8 shpirtra, këto kanë 8 karaktere. Brenda vetes. Kështu që ne shqyqyr më në fund njohën Mozën, ne më në fund pam një personazh të thjeshtë, pam një personazh që nuk shkon në Bali, pam një personazh që nuk shkon në Turqi për të bërë pushime. Pam një personazh që e shkreta Msauk rrite, Msauk do rri, edhe shkon të bënte plazh në atë çik Durrës. Po është Moza, ne prandaj me du Mozën, se ne gjetëm të gjithë veten tek Moza. Dhe më në fund vlerësuam mendjen e Mozës, më në fund kuptuam Mozën. Filluam ta kuptojmë, se prapë, unë për mendimin tim, e them që Moza është shumë thellë për ta kuptuar me një herë. Po unë jam i lumtur që pata mundësinë të jetoja 81 ditë me Mozën. Dhe këtë e them me bindje plot, jam njeriu më i lumtur për këtë gjë, sepse realisht ai personazh çdo ditë mua më ka mësuar diçka tjetër. Nuk harroj diskutimet e Mozës se si kishte edukuar 2 vajzat e saj, që sot ishin o zot, kësi yje, dhe sa e lirshme kishte qenë. Kur ndërkohë ne na ndiqte mami me shapkë nga mbrapa, sepse neve kishim bërë një faj, Moza
Jo vetëm që nuk I kishte ndjekur ndonjëherë në mënyrë metaforike, që ndjekja në shap. Po, Moza përveç se nuk e kishte bërë, po e kishte lënë të gabonte duke I thënë që ti ke për ta mësuar vetë që ky është gabim. Dhe nesër pas nesër do jesh ti ajo që s'ke për ta përsëritur më, s'do kem nevojë të ta them. Sa bukur Moza kishte diskutuar me vajzën për dashurinë, për Erosin. Që ne nuk e konceptojmë dot, neve deri vonë kemi ditur që rastet e pelikani. Në jetë, po, e vërtet. Që vëmë këtu të dashuria dhe me që se më dole këtu në shteg, unë dua të dëgjoj një mendim tonë dhe shumë të sinqert dhe për drejt, si e komenton ti lidhjen me partnerin e vet, Moza Ahmetit që ka këtë djalë në krah vet, për shërbimet që ajo I dedikon për jetën, për kohën. Ja ta them unë. Është një nevojë fizike, shpirtërore. Dëgjoj, kur njeriu arrin një moshë të caktuar, ka frikë nga plakja. Po. Ka frikë nga vetmia. Absolutisht. Neve të gjithë vjen një ditë që duam të jetojmë me dikë. Po. Nuk ka gjë më të frikshme se sa plakja. Nuk ka gjë më të frikshme se sa vetmia. Dhe imagjino të rish në vetmi, në pleqëri, të pleqërosh vetëm. Mos harro diçka, Xhiliol. Po. Moza është 62 vjeç. Që ajo nuk e tregon absolutisht në fizikun e vet. Po. Kjo është tjetër gjë. Por mos harro që është 62 vjeç dhe vetmia të vret, të plak më shumë. Po. Moza ka ditur që këtë gjën ta anashkaloj, ka ditur në thojza të thisi rinin nga partneri Kolagenin, apo partnerë, patjetër, e ka marrë, edhe është shumë e lumtur. Do të vije re, dhe në gjatë fermës, Moza preferonte të rinte me Gen Z. Me të rinjt. Nuk preferonte të rinte me pleq, edhe pensionist si Romiri, apo si Iliri, në thojza prapë, se nuk janë, po e kam fjalën për moshën që ishin më të mëdhenj, që janë më afër moshës, po preferonte të rinte me 25 vjeçar. Pse? Se Moza donte të thithë rinin e tyre. Moza nuk I shikon në anë seksuale ata. Moza merr rinin nga ata. Merr tipin, sepse janë njerëz të rinj, zakonisht, siç na ndodh edhe neve, dhe unë jam 47 vjeç, preferoj të ri me më të rinj, sepse preferoj të jem më vital vet. Ndihem edhe unë më I ri. E kuptoj. Dhe patjetër që Moza ishte kryefjala pothuajse e gjithë kësaj magjie që showbizi jon të mbërthen, të lëshon, të informon, të lënë një herë pa fjalë, të merr frymarrjen, edhe të përplas për muri, patjetër. Dhe të skandalizon herë pas here. Po patjetër. Në rastet që dëgjojmë lart e poshtë. Po patjetër, përfundon edhe në koma nëpër kanale rrugësh. O zot. Showbizi jon I ka të tëra, unë I kam provuar, unë vetë kam përshtypjen I vetmi në llojin tim që kam provuar nga showbizi çdo gjë. E kuptoj. Dhe patjetër nuk mund të shmankim dhe nuk mund të lëmë njanë në hije të ullirit çiftin Eliona dhe Klodi. Çfarë është duke ndodhur me ato, Alton? Çfarë janë duke bërë ata? Dërëm të them që dy nga çiftet më të klikuar dhe më të dashur janë Luiza Illi, Chiara Tito, Eliona dhe Klodi. Çift më të bukur dhe unë kam fatin që të njoh personalisht. Po çka kanë këta? Çka kanë këta një gjë që po janë të ëmbël mi motor, po janë të mirë mi. Po janë ja ka ndisur mirë, po. Domethënë, e ke parasysh kur ti dashuron ne kemi qenë fan, sepse unë dhe ti jemi brezi Brad Pitt, Angelina Jolie, kupton në një emër tjetër, Julia Roberts, Richard Gere, Pretty Woman. Po, ne jemi ky brez. Dhe neve kemi jetuar me këto njerëz. Dhe më në fund po shohim që edhe në Shqipëri po krijojnë këto çiftet që janë kaq të bukur dhe që janë kaq dashur, që janë kaq të prekshëm edhe për publikun, që janë kaq afër publikut. Njerëz që të japin pozitivitet, energji pozitive, ajo që neve kemi nevojë sot. Ne kemi nevojë për një buzëqeshje, për një gjë pozitive, për një fjalë të mirë, për një gjë të bukur. Thjesht shtyri jon, sikur hiç fare këto dy çifte që po të përmendja, Luizi me Kiarën, Eliona me Klodin, mos flasim fare, thjesht I shikojmë, ne plotësohemi shpirtërisht nga bukuria. A ka në plan këta të sjellin A ka në plan këta të zmadhojnë familjen, të rrisin familjen? A ka në plan këtë dëgjuar? Këta ka në plan për të qenë bashkë. Unë më vjen shumë keq që zbuloj ndonjëherë në një gjë kështu, I kërkoj falje dhe Elionës edhe Klodit. Po unë dëshira ime është që po. Dhe unë kur kam dëshirë do thotë që ka diçka. Nuk flas kur kot.
Po thënë, ato janë një familje e re që do zgjerojnë gradualisht, Jo, nuk janë një familje e re, shpresoj unë që të të bëhen. bëhen. Ja, mund t'jenë në fillimet e dashurisë së tyre. Okej, ta shohim me fillimet e dashurisë Le së ta tyre, themi, po, eksakt. Dhe nëse do të kemi ndonjë të re të fundit, kështu direkt, live, flash, news nga ty, në veçanti, me çfarë ke dëgjuar lart e poshtë, unë jam që sy e vesh bashkë me publikun, se do me thonë që ti je fenomenal, që ti deklaratat e tuaj ke bombastike, që ti nuk lë nuk di, gjë pas bërthy informacion, nuk kam diskutuar asnjëherë dhe këtë e tregon me mënyrën tënde prezente që gjithkohës që mediat kërkojnë lart e poshtë. Ndonjë informacion tondin tjetër që ne nuk e dim, që na ka shputuar, që s'kemi qenë vigjilent dhe na ka humbur. Kemi? Me thënë të drejtën, ti nuk është se nuk keni, ti e vetë pjesë showbizit, mos më bëj mua, sikur nuk je personazh i ekranit, je goxha personazh i dashur, Gjiliol. Po, faleminderit. Ti disa gjëra jo më pak se sa unë. I bëm dhe ne këto adetet njëri tjetrit, po. Ja bëm fuqat. Fuqat, po. Po. Si pritet të jetë kjo verë për showbizin shqiptar? Si pritet? Ku do t'i shikojmë? A ke diçka që ke marrë në informacion? Po ma jep një lajm ekskluziv, Elton Tozaj, ma jep. Klea Huta, Elgit Doda janë bashkuar prapë. Më në fund, ja gëzuar për qiti dhe për gjithë qitit e showbizit, që duan fort dashurin, po. Patjetër, ja kisha borç për t'ia thënë këtë lajm, sepse e dija, nuk e kisha thënë, se ishte edhe me kollabuksia, po ja ku jemi sot tu, se Klea dhe Elgiti, më në fund, kanë shkëshuar mosmarrëveshjet, janë shumë mirë bashkë, dhe janë shumë të bukur bashkë. Ne duam më të mirën nga showbizi shqiptar, ne duam që çiftet të prezantojnë që dashuria kryeson gjithmonë edhe kështu është një shembull shumë i mirë dhe për gjithë ne të tjerët që jemi në tentativë për të kapur dashurinë edhe pse jo të krijojnë edhe familje në një të ardhme. Është shembull shumë i mirë me thënë të vërtetën, apo jo? Sapo më dhe një lajm të fundit që ti që në tentativë për të kapur dashurinë. Për zotin jo. Shiko. E se vetë Gjilion. E kuptoj, po, mirë, sigurisht, në ato ujra jemi dhe ne, kuptoj. Po mirë. Vetëm kujdes. E patjetër. Pa filluar dallgët. Vigjilenca është në maksimum. Sigurisht. Kujdes se ka dallgë, ka peshkaqen. Do me thonë, unë ta ndaj idenë që ne e konsumuam të gjithë për këtë javë showbizi, nuk besoj që ka ndonjë gjë që për këtë javë po e kemi konsumuar, më beso, të ftoj të shohim se si do të vazhdoj pjesa e influencerëve protestuese. Këtu më dole sërish në shtegje shumë i saktë, Elton Tozaj, nuk të shpëtojnë gjë, dhe kjo vigjilenca aty të ka qoar përpara. Më trego të lutem, së fundmi ne kemi parë disa nga influencerat si Dea Michelle, ose Keishli, ose Rizarta, ose shumë të tjera që nuk më vjen tani në përmend, që kemi parë patjetër prezente në sheshin e madh aty përpara ku të gjithë janë duke protestuar dhe ndoshta mund të marrin një nënkuptim ose jo, mënyra se si këto vajza protestojnë dhe i afrohen protestës, ndoshta për klikime, ndoshta sepse duan vërtet dhe janë patriote, janë adetare, e duan këtë Shqipërinë. Që ka patriote, ja, tani mos më bë për të vjell. Hajde shtroj një këmbë kryq dhe e sqarojmë gjithë të situatë. Mos më lije për në fund këtë tash. Ç'është kjo? Unë mbylla me Elgiti dhe me Klean, tash të më çon prapë tek zënja e makinës. Me Dea Michelin të zë makina zemër. Dea Micheli është një personazh që ndeti 120 ditë në Big Brother duke u viktimizuar se u po dhunoheshe. Si pretendon ti që mund të riktheheshe Dea Michelin në televizion, duke pretenduar që po dhunohet? Dhe ku mund ta gjente? Shfrytëzoi protestën, siç e ka shfrytëzuar një tjetër për të bërë reklam për shkumën e flokëve dhe për t'i pas flokët me kaçorela, siç e ka shfrytëzuar një tjetër që po shfrytëzon protestën për të folim çfarë për marketingun. Dhe siç po shfrytëzon dikush tjetër për treguar fustanet, një tjetër për treguar vathat. E kuptoj. Tash keq më vjen, po pres të shoh dhe hatin që të reklamojnë ndonjë gjë tjetër në atë protestë. Edhe atë kemi parë që ka qenë prezente në protestën që është zhvilluar. Okej, po s'ka reklam, po pres që të reklamoj tash.
E kuptoj. Po si shikon ti këtë angazhimin, këtë përfshirjen, këtë mënyrën se si artistët shqiptar duan të... Nuk mund t'i besoj një njeriu që nuk paguan taksa. Nuk mund t'i besoj një këngëtari që merr 15.000 euro në dorë, në të zezë dhe nuk i paguan shteti taksa. Nuk i besoj unë këtyre lloj njerëzve. Nëse unë duhet të të besoj ty, ti duhet të jesh shembull për mua. Për sa kohë ti nuk je shembull për mua, unë nuk kam se si të besoj ty. Unë i besoj popullit thjesht, nuk i besoj këtyre paçavureve. Se këto janë paçavure. Showbizi jonë, estrada në përgjithësi në Shqipëri dhe në Kosovë ka nevojë për një katarsis, ka nevojë për një vetting, ka nevojë për një shkundje të fortë që të marri fund një herë mirë këto cicmëdhajat këngëtare dhe prapanit mëdhajat influencere. Duhet marrin fund këto gjëra. Ne duhet kemi shembuj për të ndjekur. Ne nuk kemi shembuj për të ndjekur. Kemi me gishta 3-4, pastaj kemi 4.000 të tjera, jemi vend që mbi prodhojmë personazhe publik. Jemi vend që nxjerrim Shqipëri, Kosovë, po ti marrësh bashk, mund të dalin, unë kam bërë një llogari, dalin mbi 300 personazhe publik në vit. E di se çfarë do të thënë? Në një vend me 3 milion banor? Është mbi prodhim. Është një lloj si për të prodhoj kuksi patate për gjithë Europën, mos i shesin e ti ngelen. Çfarë bëjnë ata fermerët e lushnjës? Shumë plakat e tuaj ton toza janë shumë të forta. Fermerët e lushnjës, kur kanë mbi prodhim shalqini, dhe ai që nuk i shitet e hedhin në rrugë në formë proteste. E kuptoj. Kështu që dhe neve në formë proteste, me që jemi në val proteste, këto njerëz duhet i hedhim në rrugë, duhet i refuzojmë. Ti janë shembuj për të ndjekur. Pra ti shikon që nuk janë fizikisht aty, por mendërisht dhe në mënyrë shpirtërore nuk duken... Mendërisht e dashur janë në palas duke bërë një reklam vile. E kuptoj. I the të gjitha Alton, shuplakën a edhe për të na sjellë me këmbë në tokë, se e mbëlsove ti deri diku. E mbëlsove tamam ti, jo deri diku, e mbëlsove tamam ti, po për të na sjellë në tokë, shuplakën e kishe... Sheqerin kër e heth në mas. Më pëlqeu kjo, e bukur. E bukur. Mirë, mua më vjen mirë që je kaq drejt për drejt, më vjen mirë që u hap sytë dhe veshët gjithë audiencës që duan të dëgjojnë nga ty dhe të vërtetat, se çfarë fshihet dhe çfarë qëndron pas këtyre dhipave, këtyre influencerave dhe sa realist janë këto dhe çfarë ndikimi kanë në shoqërinë tonë, se dashur pa dashur, një lloj mesazhi këta e përcjellin dhe mënyra se si ti analizon, mënyra se si ti e shqyrton, e shikon, e vlerëson situatën, është drejt për drejt, është pak thumbuese, sigurisht dhe pikante. Jo, nuk është thumbuese, dëgjoj, ti je drejt për drejt. Në Shqipëri ky është problemi, që kur je i drejt për drejt që është thumbues. Jo, unë jam i drejt për drejt, kam përqen për herë, duke qenë i drejt për drejt përfundova i sakatuar në rrugë, bashkë kemi bërë emision për këtë punë bashkë, dhe kjo gjë mos më katrëmur ndonjëherë. Unë gjërat i kam thënë siç i kam ditur dhe unë historikisht kam thënë gjithmonë vetëm të vërteta. Kështu që më vjen shumë keq që në Shqipëri drejt për drejtësia quhet thund. Nuk është thund, është e vërteta. E vërteta dhëm, e di, patjetër, i dhëm, e di që do masakrohem nga këto personazhe që unë përmend në kuptimin e fjalës në rrjet që kështu e ky ashtu u bë ky na japi mend neve. Po vallai, unë bëj t'jap mend sepse unë nuk dal në protestë për të shitur ta ngërlëk, nuk dal në protestë për të reklamuar shapkat që kanë vesh, as rrobat, as vaset, as të viktimizohem, siç bën Dea Michel, siç ka bërë gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë jetës, që kur ka qenë tek Andale, tek Anabel, dhe ka vazhduar pastaj gjatë gjithë kohës duke u viktimizuar. Të njëjtin gjë, të njëjtin problem ka pasur atëherë me Megi Pojanin, se po ta them ty për shembull tani. Të njëjtin problem ka pasur edhe në Big Brother. Gjithmonë ka dashur të viktimizohet. Është një personazh që preferon të viktimizohet. Dhe nëse dikush i thot çerek fjalë, ajo e bën aq të madhe sa që ti thua lufta Ukrainë-Rusi tashmë erdhi në Europë. Ky paralelizmi ishte sa i qesharaka dhe aq edhe nuk e di, më them prezent është shumë konfirmues. E kam parë dhe kam dëgjuar lart e poshtë. E vërtet kjo. Shikoj Elton, përveç këtyre thashë më lart e poshtë, ty ku do të gjej vera, sepse besoj që jemi në jemi në kohën më të nxehtë të stilës së verës edhe ke bërë diçka për të tënde, do shkosh diku, do udhëtosh larg gjithmonë. Kur do të pres në studio të na vish nga afër? Unë jam njeri që nuk qëndroj dot në një vend. E kam problem dhe këtë gjë e di. Unë vdes të ustoj, por
ndryshe nga çdo vit tjetër, këtë vit kam vendosur këtë verë, Po. kam vendosur ti dedikohem totalisht fshatit. Unë e dashuroj fshatin. Nuk jam ai djali i pushimeve luksoze, nuk jam ai djali i palastrave, i dërmirave, pavarësisht se më takon se jam lindur në Tiranë me babain tim Qandi dhe jam djalë deti, kur i themi djalë deti. Eksakt, doti, po, djalë doti. Dhe jam rritur në Jon, e kam mësuar notin në Jon, edhe deri vonë kam dhëtur në Jon, por jo tashti jam rikthyer natyrës, jam rikthyer qetësisë, jam rikthyer maleve, jam rikthyer fshatit, jam rikthyer ushqimit bio. Super. Edhe këtë verë do t'i dedikohem 100% fshatit. Vetes tënde dhe fshatit. Ku ka më mirë se sa natyra dhe qetësia shpirtërore dhe atakimi me Të gjithë shqiptarët të heqin dorë nga Tangërliku, të heqin dhe të vinë me këmbë në tokë, t'i heqin dhe organet, t'i shtrin këmbët sa e kanë krevatin dhe jo jorganin. Dhe të shijojnë realisht pushimet. Boll bën pushime për të tjerët. Ne zakonisht kemi bërë pushime për tjerët, sepse duam të gjejmë një vend që të tjerët na shikojnë. Ne hedhim poste në Instagram që të tjerët na i shohin dhe të na kenë zili. Ne vishemi bukur që të tjerët Ne vishemi bukur që të tjerët na shikojnë dhe të na kenë zili. Ne hedhim karkaleca deti, ne hedhim këtë midhjet, ne hedhim është e turpshme e di. Është 2026 ashtu ta bësh prapë të muhabet, po muhabeti i krudove dhe i sushit në Shqipëri ka përqen të rjetën, sepse neve kështu jemi të edukuar. Shpresoj shumë që ne të shkundemi një herë mirë dhe të rikthehemi në rrënjë, siç po kthehet pothuajse e tër bota që po shkon drejt fshatit, drejt natyrës, drejt paqes. Ti the të gjitha, absolutisht e vërtet, ti the të gjitha, nuk më la asgjë për të ta përmbyllur, i kopsite 1-1, kështu që unë të uroj më të mirat, uroj që të rishjemi sërish në studio, ta shijosh atë natyrë të bukur, edhe patjetër të rishjemi në studio dhe të jesh mirë ti dhe me lajme sigurisht. Të më la epsim në një. Absolutisht, me lajme më të reja, më të fundit nga gossip, nga showbizi, të jesh kështu sa më i freskët, sa më koherent të themi. Koherent, patjetër. Mirë, Elton, faleminderit ty për gatishmërinë edhe për zemërsinë që ke gjithë kohës, të jesh prezent sa herë ne kemi nevojë që të dëgjojmë atë lajmet e tua Flash News. Faleminderit shumë dhe miru dëgjofshim. Faleminderit, mirupafshim. Verë të bukur. Faleminderit, mirupafshim. Mirë, miq të dashur, ne ishim sy e vesh tek Elton Tozaj, ai deklaroi dhe i tha vetë çfarë kishte ndodhur së fundmi në botën e showbizit. Shpresoj që të kemi mbushur dhe të kemi dhënë informacion mjaftueshëm për të gjitha ato fansa, për të gjitha ato VIP-a dhe për të gjitha ato influencer juve që i keni për zemër, dhe shpresoj të keni marrë më të mirën e gjithë këtyre informacioneve që Eltoni ndau me ne këtu. Unë këtu nga Radar në Pa Filtra, ju uroj një fundjavë të bukur, ju uroj që të kaloni mirë dhe mos harroni, nuk duhet të shkëputeni asnjëherë nga Pa Filtra. Qëndroni të sinkronizuar dhe deri atëherë shihemi në episodin e radhës. Paqim.